Një ndërhyrje realizuar në kohë rekord, vetëm 6 ditë punime intensive kanë mjaftuar që një prej akseve më të rëndësishme të Kavajës, rruga e Gurit, të marrë një pamje të re. Pas ankesave të vazhdueshme të qytetarëve për dëmtimet në këtë segment rrugor, Bashkia Kavaj vendosi ndërhyrjen për riparimin e tij. Pas përfundimit të procedurave, puna nisi me intensitet dhe rezultati ishte rikonstruktimi i një aksi prej rreth 2 kilometrash. Gjatë punimeve një vëmendje e veçantë ju kushtua menaxhimit të trafikut. Policia bashkiake në bashkëpunim me strukturat e bashkisë dhe institucionet e tjera menaxhoi qarkullimin në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, duke krijuar mundësi që ndërhyrja të vijonte pa pengesa të mëdha. Një tjetër sfidë ishte ruajtja e cilësisë së punimeve dhe minimalizimi i shqetësimeve për banorët. Heqja e pllakave të Gurit dhe skarifikimi i asfaltit në bulevardin kryesor krijuan sasi të konsiderueshme pluhuri, por ndërhyrja u shoqërua me masa kontrolli, si përcaktimi i orareve të punës dhe lagja periodike e sipërfaqes për eliminimin e pluhurave. Faza përfundimtare ishte vizimi i rrugës, një proces i ndjekur nga afër edhe nga kryetari i Bashkisë Kavaj. Punimet përfunduan në orët e para të mëngjesit të së mërkurës dhe aksi u hap për qarkullimin e qytetarëve, turistëve dhe emigrantëve që rikthehen gjatë sezonit veror. Kryebashkiaku Fisnik Qosja ka ndjekur nga afër procesin, duke qenë i pranishëm deri rreth orës 4 të mëngjesit për të monitoruar përfundimin e punimeve. Ndërhyrja nuk ka kaluar pa debate. Në ditët e para një pjesë e qytetarëve shprehën skepticizëm duke treguar mungesën e besimit tek institucionet, gjë që e cila vihet redukshëm vitet e fundit. Gjithashtu vënë re dyshime se punimet në rrugët mund të ishin të lidhura vetëm me sezonin veror dhe do të zgjasnin me një kohë të papërcaktuar. Megjithatë, përfundimi i aksit dhe hapja e tij në një kohë rekord sollën një tjetër realitet për qytetin dhe besueshmërinë për punën e njësive administrative. Gjatë punimeve pati edhe vështirësi teknike. Për të mundësuar kalimin e mjeteve mbi asfaltin e saposhtruar, u vendosën shëritat kufizues trafikndarës, por në disa raste ato u hoqën përkohësisht nga disa mjete të cilat mund të dëmtonin asfaltin e saposhtruar, por policia bashkiake monitoroi situatën për të shmangur dëmtimin e sipërfaqes së re. Problematikat në këtë rrugë ishin evidentuar prej disa javësh ku qytetarët kishin ngritur shqetësime për çarjet dhe dëmtimet e asfaltit në disa zona, por përpara shtrimit të shtresës së re, Bashkia Kavaj në bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjelljes kanalizimeve, ndërhyri për riparimin e problemeve me tubacionet duke i hapur rrugë asfaltit përfundimtar. Një element i ri në këtë aks është edhe korsia e biçikletave. Edhe pse fillimisht u prit me skepticizëm nga disa qytetarë, ajo synon disiplinimin e qarkullimit dhe krijimin e një hapësire më të sigurt për biçiklistët. Por funksionimi i saj kërkon edhe më shumë ndërgjegjësim qytetar për respektimin e kësaj fashe rrugore. Ndërsa segmenti nga xhamia në qendër të qytetit deri te shtëpia muze vijon gjithashtu me intensitet, duke kujtuar se ky është një nga investimet e parashikuara dhe një prej premtimeve elektorale të kryetarit të Bashkisë Kavaj, zotit Fisnik Qosja. Ndërkohë, Drita Televizion ka vijuar verifikimin e ndërhyrjeve të tjera infrastrukturore në Kavaj. Nga monitorimi rezulton se riparimet dhe punime po vijojnë edhe në lagje dhe akse të tjera rrugore me intensitet të lartë qarkullimi.